Të dashur shqiptar, është gjetur origjina e fisit Besi, që është i vendosur në Rumani. Prandaj zoti Qerem Çabej mendonte që fisi Besi vjen nga fjala besa, ashtu duket. Në fakt, fisi Besi e merr emrin nga një rrënjë indo-europiane që ka kuptimin zhytem, fundosem, depërtoj, dhe është në gjuhën sanskrite gahate, ka kuptimin depërton, futet thellë. Gaha do të thotë thellësi, pjesa e brendshme. Gahana do të thotë i dendur, i thellë, humner, pyll i dendur. Durgaha, vend, rrugë e keqe, me pemë, i thellë. Pjesoria gatha ose gadha është një formacion që ka kuptimin i cekët, pra ka marrë kuptimin e kundërt i të thellës. Vend i cekët, grop e cekët, grop uji, grop lumi. Tani, kjo lidhet me rrënjën ga, që do thot eci thellë. Është origjina e fjalës ngas, sipas Joklit, në gjuhën shqipe. Kjo ka hyrë në gjuhën iraniane. Gatho do thot gryk e thellë. Vigaha në gjuhën sanskrite, zhytem thellë në. Gudha do thot thellësi. Kjo është origjina e fjalës besa, basa, lugin, gryk, e thellë. Basos do thot thellësi. Bythos, bysos, gjithashtu thellësi në disa dialekte helene. Pra, besa me dy s, ka të njëjtin kuptim si bathos, thellësi, benthos, thellësi, penthos, gjithashtu në gjuhën greke. Pra, është origjina e një përbindshi të thellësisë që quhet bythos. Është origjina e fjalës bytha në shqip. Bythos ishte në formë një përbindshi me vetulla në formë karkalecash. Ishte shoqëruesi i Afroditës në thellësinë e detit. Bythos do thot thellësi e detit, shqiptohet dhe vythos, një lloj si fjala shqipe bytha dhe vithe, një lloj. Të njëjta ndryshime fonetike në shqip dhe në gjuhën helene. Pra shqipja sillet sikur të ishte një dialekt helen, me fjalën bytha edhe vithe. B-ja është bërë v në helenisht edhe në shqip. Pra ishte një përbindësh gjysmë kal, gjysmë peshk, shoqëruesi i Afroditës në thellësi të ujrave, dhe është gjetur vetëm nëpër freske. Grekët nuk e dinin se çfarë ishte, por shpjegohet vetëm me fjalën bytha të shqipes, thellësi. Pra besi me dy s në Rumani nuk janë fis shqiptar, por ka kuptimin lugin e thellë. Në fakt ishte titulli i Apollos. Kjo gjendet edhe në gjuhën kornishte, bedhy, në bretonisht, beuzif, mbyt në thellësi. Është me kuptimin vend i thellë në gjuhët kelte, një lloj si në gjuhën greke. Pra g-ja e labializuar në fillim të fjalës ka dhënë b në helenisht dhe në shqip. Tani ky është problemi i madh. Është origjina e fisit i lirë Basania me dy s, në mat. Ka kuptim lugina e matit, fjalë për fjalë. Dhe sipas fjalorit të Stefanusit të Bizantit, ky ishte dialekti Lokrian, një dialekt që nuk njihet fare nga grekët, është zhdukur sot. Është dialekti i lirë, pellazg. Pra Basa dhe Basania është dialekti dorik, Besa me dy s është dialekti Lokrias. Ka kuptim lugin e pyllëzuar. Gryk e thellë ka marrë dhe kuptimin e një kupe të thellë që përdorej në Egjipt nga pellazgët në Egjipt. E morën këtë fjalë atje. Dhe ka mbetur në gjuhën koptike, që flitej gjysmë egjiptiançe, gjysmë greqishte. Pra pellazgët ishin ilir grek. Ky është kulmi. Emri i tyre është në katalogun e anijeve në Iliad. Në periudhën e Strabonit ishte zhdukur komplet, nuk ekzistonte. Pra Straboni nuk dinte ta shpjegonte këtë fjalë.
Kjo fjalë është gjetur me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Nuk e zbulon dot njeriu, është e pamundur. Dhe është përdorur varianti kinez DeepSeek. Burrësh, me sinqeritet. Pra, besa ka kuptimin lugin e thellë në gjuhën pellazge. Banorët quheshin besajos, banorët e besit. Në Rumani edhe në Mat. Ky është dialekti i Lokrias, një dialekt që është zhdukur. Ka patur 26 dialekte helene të folura në Iliri, më shumë në Iliri se sa në Greqi. Kjo ka përsëritur çdo lloj imagjinate njerëzore. Tani maqedonësit e pushtojnë Shqipërinë dhe e ndryshojnë emrin Basanja, që është emri i Bosnjës, të ilirëve në Bosnjë, dhe e ndryshojnë dhe e bëjnë Hemafia, që do thotë ranishte. Pra ky është emri origjinal, emri i dialektit të Lokrias, Basanja, fis i lirë, dhe emri i Bosnjës të sotshme. Ka kuptimin lugin e thellë. Merri frym thellë. Të gjitha monedat ilire në Dardani, në Kroaci, të gjitha janë në greqisht, por në dialekte helene të panjohura. Prandaj nuk dihesin deri më sot ç'është kjo. Pra nuk është fakti që shkruhen me shkronja greke. S'ka rëndësi alfabeti, rëndësi ka që fjala besa do thot lugin në një dialekt grek të harruar që s'ekziston më. As vetë Homeri nuk e dinte se çfarë ishte. Ka dalë nga mbishkrime, nga pllakat e gjetura në Dardani, në Bosnjë, në Kroaci, kuptimi i kësaj fjale, nga konteksti. Nuk dihej përpara. Dhe unë kam futur këtë pra në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. E kam nxjerr tek academia.edu. Falas. Sot po ju nxjerr para gjithë shqiptarëve në botë. Në fakt jam në moshën 55 vjeç, por më duket vetja njeriu më i bukur në botë, sepse kam arritur të mposht vdekjen, harresën. Kam ringjallur të vdekurit, por fatkeqësisht ta të vdekurit që u ringjallën nuk flasin shqip. Flasin dialekte helene, në këtë rast dialekti i Lokrias. Në një vend të caktuar të Greqisë, Lokria, prandaj këta janë përhapur, kanë pushtuar Bosnjën, kanë pushtuar Matin, krejt veriun e Shqipërisë. Një pjesë të mirë të Kroacisë, një pjesë të mirë të Dardanisë, një grup i vogël grekësh. Si arritën këta të pushtojnë një territor kaq të madh? Ja ku e ke variantin e spanjollëve, 15 spanjoll kanë mposhtur perandorinë e Aztekëve. Mbas leximit të ditarit të spanjollëve, ka rezultuar që ata arritën këtë duke vënë në luftë me njëri tjetrin fise të ndryshme indigjene, rivale. Këtë kanë bërë dhe grekët. Janë vënë në krye të fiseve rivale, të vendasve. Grekët ishin Hyliroi, jo ilir. Hilyrët janë grek. Njëri për këtyre fiseve është fisi Lokrias. Dhe këta janë vënë në krye të fiseve indigjene dhe kanë bënë që të luftojnë me njëri tjetrin. Kështu i kanë mposhtur indigjenët. Një lloj si spanjollët mposhtën Aztekët. Një lloj. A jeni krenar për këtë zbulime, sepse tani ne duhet heqim dorë nga të gjithë librat e historisë. Librat e historisë fiseve hilyre janë një lloj si librat e historisë ushtarëve spanjoll që mposhtën perandorinë azteke. Pra është një lloj si kur t'i thuash pushtuesit gjysh. Hilyrët ishin pushtues. Fiset indigjene mbjetuan. Mbjetoi fjala bytha, thellësi, bythos, një variant i një centauri. Gjysmë kal, gjysmë peshk, shoqëruesi i Afroditës. Pra fjala bytha mbjetoi. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjuha shqipe është gjuha e bythës. A jeni krenar? Të paktën bytha mbjetoi. Ky është ai përbindshi i thellësive.
shoku i Afroditës, Dylberi i dashur i Afroditës. I falënderit të dashur Flamingo. Ju e zvendësuat shqiponjën me Flamingo. Ju bën grekët të zvendësoni këtë. E shikoni se kush jeni ju? Ju jeni pikërisht adhuruesit e Perëndisë së Bythës. Bythos në helenisht dhe ilirisht. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor adhuruesit të Bythës. Mbijetoj fjala Bytha. Mrekulli.